ushtrimet më kanë bërë ma të lëvizshëm, ma e kom fitu dhe kondicionin me ecje, edhe nuk e kam problem. Kështu po flas për personale, për aktivitetet e mia personale, këtu ishin zgjatet e muskujve edhe ushtrimet trupore tjera, edhe ecja domethënë. Elementi kryesor në torë stin të nxehta është uji. Në Alpet të Shqipërisë nuk ka ujë, nuk ka burime ujë fare. Edhe aty patjetër se duhet 2 litra gjysmë apo 3 me pas me vete. Uji është elementi kryesor, pa ato nuk bën, sepse dehidratohemi edhe humbim përshëndrime dhe mujnë me pas aksidente. Këtu kam përjetu çështje më të bukura si bjeshkatore. Është linda e diellit, pikërisht në muajin e Shkëzenit. Me lindjen e diellit në muajin e maleve, është 2400 metra mbi det këtu. Mirë po ishte një inspirim dhe një ndryshim shpirtënor nga unë.